ka qenë një periudhë kur unë kisha shumë frikë të haja fruta, sepse kisha dëgjuar nga të gjithë që frutat të shëndoshnin. Dhe të jesh mes këtyre vreshtave dhe mos të kesh mundësi të hash rrush, aty kemi dardha, kumbulla. Pra ti shikosh dhe të kesh frikë, kjo gjë është shumë absurde kur e mendoj tani, por më përpara, kur ishte zysha e re, unë nuk i konsumoja dot. Shumë keq. Të kesh frikë nga frutat. Dhe ajo thot, mua më shëndoshin frutat. Si të shëndoshin frutat? Sepse ti në fund të ditës mban mend vetëm frutat që ke ngrënë. Nuk mban mend ngrënien në këmbë, kafshatat që lën tjerët, pa folur pastaj për këto ngrënien që bëni në zyrë, në punë, në makinë, të qërasi dikush, këto nuk i llogarisni fare. Ju mbani mend vetëm një gjë. Dhe ju mbani mend atë ushqim të cilin juve ua kanë bërë gogol. E di si thot shumica e njerëzve, se kush e shëndosh? Atë thot zyshat liston. Buka 1, brumra 2, ëmbëlsira 3 dhe frutat 4. Këto të shëndoshin, këto janë receta e dur për të shtuar kile. Një recet e cila nuk i ka bërë punë askujt që do të shtoj pesh. Imagjinoni ju tani, kush o ka fajin.